Përshëndetje për gjithë juve që jeni atje dhe jeni bo tashmo pjesë e Mes Katër Mureve, unë dhe ti, një për programeve që unë me nxeje kom prit, mesazhe të shumta që kom marrë vazhdimisht për një vit, e që ndoshta kanë hezitua edhe nëpërmjet radarit me thirr, mos zani tyne do t'jetë i njofshëm. Çdo ditë rreth nesh ndodhin histori që nuk i ndëgjon askush, njerëz që luftojnë në heshtje, që përballen me padrejtësi, me braktisje, dhuna, po thjesht mos kuptim. Ne kemi zgjedhur t'ju japim një mikrofon, pa emër, pa imazh, pa zë. Ose vetëm zë, po jo origjinali për shkak të konfidencialitetit që kemi vendosur me urujt personazheve që rrëfejnë të vërtetën e vet. Sepse të dëgjosh është hapi i parë drejt dhe mshunis. Dhe çdo rrëfim do të shoqërohet nga një sy profesional, gjithmonë, psikiatri Afrodita Goçi është këtu, për të na ndihmuar të kuptojmë më shumë. Shumë kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Rastet që i kemi pas deri sot janë jo të lehta. E kemi diskutuar në episodin e parë, doktoresh, a jemi shumë të fortë? Krahasu edhe me popull tjerë, kemi ma shumë raste që forcën e gjejmë te vetja apo te një profesionist? Mendoj që ende e gjejmë te vetja, në situata shumë të rënda shpesh, mirë po nga një herë është mirë me u lajmëru dhe te profesionisti, sidomos atëherë kur personi e kupton që mekanizmat e ballafaqimit që i ka nuk po i mjaftojnë, kur njëhet i vë shumë prej stresit, prej problemeve, prej ankthit, prej mërzisë, atëherë nuk duhet me hezitu me kërku edhe ndihmën e profesionistit, qoftë psikologu, qoftë psikiatrit. Çfarë lidhje mundet me pas një nanë me fëmijën e vet të posalindun për 9 muaj me radhë, se kjo është historia një nane që e kemi sot në programin tonë, Mes Katër Mureve në këtë shtëpi. Unë mendoj që lidhja është shumë e fortë, edhe krijohet prej fillimit shtatzanisë, jo vetëm në momentin e lindjes. Edhe nuk di që ka lidhje më të fortë edhe dashuri më të madhe se sa me pas fëmijë. Kështu që nëse nuk ecë diçka si duhet, atëherë edhe pikëllimi është shumë i madh. Zonja që kemi sonte në shtëpinë tonë, këtu Mes Katër Mureve, është një nanë që ka humbur fëmijën e saj me njerë pas lindjes. Se cili është rrëfimi i saj, faleminderit që erdhe, edhe vendose me nda me neve rrëfimin tënde dashur. Faleminderit për mundësinë. Jam nana, më më thonë se hala kam ndjenjen që kam afër vetes, prej anashkalimit mjekve dhe neglizhencës të madhe që kam pas. Dhe njëjti mjek jam vizitu për 9 muaj. Gjithçka ka shku mirë, deri në muajin e 7 më ka thonë nuk je për me lind normal. Tash më fol duhesh me lindje cezariane. Po. Me pas. Edhe kur erdh koha me lindun çdo vizit ka shku mirë, muajin e 6 më tha i ki bebën e madhe dhe nuk je për lindje normale, thjesht duhet me shku me operim. Kur erdh muaji 8, nisa me pas dhimt, edhe 3 herë më ka thonë je në javën në 37, masnej je në javën në 38, pas një herë nuk më ka thonë, masnej kum pas shumë dhe ndryshime se nuk e dishin as më ka dzu mjek në cilin javë jam tamam. Me cikël, unë e kum pas në 7 orë, dhe me thonë jam mes shtatëzanën në 8 orë, edhe datën e sakt unë e kum japë, ama mjek nuk kanë ditë me ma japë mu një javë sakt sa kam fëmin. Një ditë më kanë thonë 38, pas 2 ditë e jam shku unë në spital apet kum pas dim, më ka thonë jo si 38, një mjek tjetër më ka thonë, i 35. Më shku të një mjek që nuk punon në spital, më ka thonë nuk je në javën e 38, po je javën e 35. Mjeku që ty t'ka këqyr nuk është tu t'këqyr normal që ai duhet. Në muajin e 9 në fillim, ja kom nis me bërë CTG-ja,
mjeku më ka thonë që me 10 qershor është data e më fundi kur unë e kam me lind. Ai nuk e ka pranuar këtë fakt që kur më shku në spital edhe ku më lut me lind me operim, si ka ona familje, si une, se im konë shumë ngusht. Edhe kur im shku me bo inqizimet bebes, trajet e zemrës me që kishin njësë mu nga dalësu, pi pa kujdesis. Me datën 4 korrik, unë jam shku në spital, jam shtru, edhe nuk më pazim. Amo më vishin ko paskua. Mjeku jam 3 herë më ka thonë jam atë, jam në proces punës, 3 herë ai u shku dhe më thonë ka bo takime jashtë orarit punës, private, nuk e di shka i në kone ato, po më ka neglizhu shumë. Kë rast nuk është vetëm i jemi, po ka plot raste kur më shku me lind, me datën 6 korrik, ju më hinë sallë. Para se me hinë sallë, në mëngjes shumë heret, më i me thonë 6:30, nuk e di sakt, ju më shku ku marrë oksigen, më ka njap një terapi për me lind normal, për mu hap. Edhe nuk ka bo punë, nuk kam bo punë as injekcionet, as infuzionet, edhe... Më falë, u vendos fillimisht me lind me prerje cezariane, apo? Para se më shku në spital po, para se më shtri. Amo ai ka thonë gjithmonë ta kontrollojmë që është gjendja, po që asi gjithësisht me cesariane. Po nuk ma ka jap një vull, një... Pse su bo ajo lindje tani, po u dasht më shku në spital edhe me stimulu dhimbje? Se mjeku gjithmonë ka dasht mu me mshti me lind normal. Po. Amo unë nuk jem konë për me lind normal, se nuk jem konë e hapne. Ndërkohë dhe mjekut ka thonë që ti nuk i plotson gjitha kushtet për me lind normal, ashtu tha ma Tjetër mjek. Një mjek tjetër? Një mjek tjetër. Okej. Ditën në shtunë, kum pas pak dhimt, edhe ai mjeku më ka thonë që Zoj nuk je për lindje normale. Ndërkohë besimi yt ish gjithmonë te mjeku që ta ka përcjell gjithë shtatzanin. Po, ama nuk e kom ditë që kam me mbo negligjencë të madhe me to. Neglizhenca ka ndodhur momentet e fundit. Po. Mirë, shkove në spital? Prej fillimit mujt 9 kom pa që si nuk im shku mu në privat, ja ka njës direkt me, do më thonë, nuk em ka llogarit edhe em ka prit shumë ftoft. Edhe? Me datën 6, im shku ku marr oksigjen dhe terapi që shtash, prej mjekut kujdestar të shtunës. Dhe më thonë djelen, mjeku jam marrë mas orës paraprake që fillan orari punës. Mjek që në kujdestar të shtunën më kanë qu mu me oksigjen. Kanë thonë se je shumë keq, se vetëm e ke njës me pas shumë stres, kontrollohu, nuk je për lindje normale, do të më shti mjeku jetë që të shyshen në operim se nuk je. Kur ka fillu orari i të djeles. A të kam bënë ndonjëherë kontrollat sa ato ditë të fundit para lindjes bëhen vazhdimisht me pa beben? Po, beba u konë shumë mirë. Ujore u konë shumë i pastër. Do më thonë, vetëm që së më kanë shtime një normal. Unë isha në javën e 4 e 3-4 ditë më punë. Nuk më konë në hapë në asë një gështë. Do më thonë, më ka riziku mu jetën, edhe bebes. Kur më këthy prej salës, para lindjes më kanë quj herë, për me marrë oksigjen. Kur më këthy prej salës, mjeku i shkon të më prit aty edhe e ka njësë të më shajt, e ku mete, unë të më zika e ti, unë të t'lyp ty, e ku më thonë nuk e di pëse mjek tjerë nuk të më kanë përcjell gjendjen teme për me të kallëzu ty ku jam unë, se njëm të pasimta dhe nuk jem të mujtë më naj. Ju kum lut, kum naj që shto 2 orë gjys, e kum pas mamin e shortit offer në stop.
Ku pas pak gjakderdhje, edhe në stop kum shumë banju për mu pastru. Mjeku jam që ma ka qyqeni më ka thonë normal është. Përpresim se nona do të mi duru dhim të fëmis kur ta kinë krah. Do të mi li të kajtë. Unë i kum thonë vetëm pështa ma fëmis se s'është nevoja se në një polë, andin. Edhe vjerës ta me i ka thonë edhe lopa apo miqi normal, është mirë me prit qëto nonë. Kur ju në shku me njën mas 2 orë gjys, ma kam banu oksigenin, edhe nuk im kone hapne, do më thonë, e një motër atë që u konë, më ka thonë një hapne 5 gjërgjishta, veç jepi shtytje, andin, për me lindë, edhe unë nuk më di se është lindja e me parë. Do më thonë, nuk më pas dikon që më prete në shpe edhe mu i mu hutu me ta ose diçka. Më oksigen, ma kam vanu oksigenin, edhe mjeku që s'më isha mi japë shtytje bebës për me dalë, ma ka marrë kryt edhe ma ka gjujtë në karrik edhe më kanë shojt ti e pa afë për fëmin tonë, që të me linë fëmin tonë kur si e afë për mi po, pse kimi është të zonë, se të ka pëlqi me metë, kur i e zoja mi po, në të vësh me duru, edhe mjeku ka hip në karik të vetë, dhe më thonë karik kur në kone shtejnë une, edhe i ka jau shtytje shumë fëmisa dhe kom pa që ato që o më lidhë barku shumë me gjak. Motra nuk e di shka u kone u jarë, a placenta që ma ka hek prej trupit, që ato e kom brejt që fëmijave që më ka dek. Dhe më thonë nuk o instikti jam. Më ka shti direkt me lindje kishe me operim me ma pështu fëmin, po një disha që nuk ka kur gjo. E kom pas pirje lokale, vetëm poshtë. Fëmija më kish dek, dhe më thonë ma kanë zirë edhe nuk e kom pa, dhe më thonë se më ka u pak vetia. Edhe e kom brejt që kur e kom qelë sytë, veç ishin kontum kepa dhe nuk e kom brejt. E kom lyp beben, doktori më ka thonë më rëndë si ki pështu ti, se beba në pohet, në regull. Po unë nuk familjarëve të mi nuk do isha mi kalzu që unë jam të e ditë se isha alo në pirje dhe din për 6 orë nuk më ditë më rëndë veti. Edhe për pak një motër tjetër që njëke nënën teme, i ka thonë, i kontura që i kanë koma, po fati që ka pështu edhe se fëmija bohet, nuk kemi shumë bo. Jëmë dalë prej salës, e kom lyp dhe më thonë i kom pa kretë familjarët e mi që i kom pas për para, edhe vetë njësan që unë i lypësha u konë normal pepa, po motra ta më vajshin që ta shti edhe në vëq për misatit, se mranda 24 orë nuk ucoj me ta pru i herë. Dikur u ardha jashu që jemi që e ka rastin si une, nështë pak ma tronë, edhe më ka thonë dush më po fort se jena njësoj. Edhe ku më rejt që më din bebave që shka dik. Gjendje jam me u konë deri në datën 9 në konë e shtrinë në spital. Mas nëjnë në konë, do më thonë, në konë në gjendje shumë, nuk e di, emocionale jam shumë hala keq. Vetëm momentën më kujtohet, nuk jam A e ki taku beben?
Jo. E ka po bashkëshortim. Më ka thonë veç që e ka po, se deri u shku mi varros. Edhe një afërm jemi. Se di sa e vështirë mundet me qenë, edhe se di fjaloria ka fjalë për me i dhonë forcë një nanës. Na jemi vetë nana edhe shumë e vështirë, po sidomos kur shoqënohet me fjalë ofenduesa ose me një trajtim, kur mas shumë ti ka nevojë për mbështetje. Qysh do, ose faj kush do që është, po une qysh po shoh aty s'ka pas mbështetje as prej stafit, as prej mjekëve. Kanë qenë 3 mjekë që ma kanë përse gjendje shumë. Po unë ku më gabu që në kim shku se nuk ku mënu që jam atë mirë se mjeku jam, se pak ma i vjetër ku mënu që ma përse gjendje ma mirë, po gabim. E të ashtë i vazhdoj mu kontrolu se e kom pas të kontrola më këqyrë. Vazhdoj mu kontrolu të mjeku që ma ka përse gjendje mas se ka ndodhur raste. Se unë nuk më pranu edhe kur i nardhë me ma marrë deklaratën, unë nuk më pranu që mjeku me më hinë dhomë. Një motër, nanën teme dhe gjyshin teme ka qëllu në dhomë me mu. I ka qifjarë se u kom vizita. Mu atëherë mjeku që ma ka përse gjendje mu i ma thonë. A më që më qoj dëmë, hini në dhomë edhe më tha, ti ki quat atë dhe me për polici, unë nuk më di që kanë me marrë atë, me javë deklarat, ama nuk ka problem se unë e të i kalli e kitë punë, po shumë që ki pështë ti se beba të bohë aty. Aja kish pas rastin që i kishu fëmijën e vetë, po nuk do më thonë që çdo natë do të mi përjetu dhimtën e krusës vetë që e ka kalu. Doktorish? Gjithsesi është shumë e dhemshme. Që përmenda ma herët, sidomos nëse shtazania ka qenë mirë apo pa komplikime, a ka pas ka fundi pak komplikime, mund të sikur të pak tronat e zemrës, si ka pas ma trolla, ka qenë arsyeja, ta ka spjegu dikush? Se një mjek që është ma përcjellë hala gjendje, më ka thonë nuk je për normal thuj doktorin me të shtime operim, se unë nuk guxoj. Dhe më thonë, ma ka përcjellë gjendje edhe para se më ndodhë rasti. Edhe A të ka ndonë sëqarim, se zakonisht mjek japin sëqarime kur e shohin që diçka nuk është në rregull, a ka qenë tensioni yt, a ka pas fëmia kërthizën rreth qafës, a... Asnjëna. Në momentin që më ka ja presion, beba veç e pivi ujin e gjelbërt. Kur ka ushtru presionin, se deri kur i më shku, më ka thonë një mirë, ujorin e kitë pastër, beba është shumë mirë, mranda ato në 2 ora u bu diçka që rranët e zemrës nuk janë bebes mirë, ujori i gjelbërt, më thonë, për 2 orë kishin mujtë me ma pështu po. A ta ka spjegu në herë dikush që shtazania mundet me u lindja mundet me u kompliku, a ki pas në informacion që ka mundet me ndodh, apo nuk... Po, në shtapi rasteve të shoqeve të mija, ama nuk e Jo, menohet dikush prej stafit njësur. E kom pas një ndjenjë shumë të keqe, se edhe kom pas shumë stres. Edhe kom punu shumë për mi arrit sanet e bebës e bashkë me burin. Edhe e kom prit shumë. Po, Stresi ka qenë në kuptimin, ki pas frikë që po ndodh në i komplikim, apo a ki pas në arsye me... Pjene është kalimi doktorin, se më doke që veç për më hek dert, edhe në privat kur i më konë. Kur i këmë bëtë CTG, thonë beke, oke, në regull, shka. Më i me thonë, 15 CTG, i këmë bëtë pa më kontrolu mojë të raza, një ditë po, një ditë jo, që shenë në të një dhe jo. Edhe ti nuk e ke ditë me njerë që ka vdek fëmija, ti ke dyshu, po nuk e ke ditë, që ki kuptu, i kujt e ki kuptu? Fëmija u konë të lëviz deri në momenti që unë ku më njabë është tytje për me dalë. Fëmija deri më hypë unë për me në karikën kër i më shtri për me dim, fëmija u konë gjallë.
Por megjithatë mas lindjes e ke humbë dijen për një kohë dhe tha që nuk Gjatë lindjes në operim, kur më ka, domethënë normal nuk boni, jina më operim, e kum humbë dijen edhe nuk e di që nuk kum ditë kur qo, se në veç që më konë në pine lokal. Amo ja më ka zonë gjumi, për stresit ta nuk e di, dishka nuk e di. Më konë shumë. A i ke kuptu të nesërmen për vdekjen e fëmijës? Jo, mëna ora, se u konë më ngjes kur më ka ndonë rasti jam. Kush t'ka tregu? Shoqja më që ka pos rastin një njëtë. Ajo ka qëllu aty, apo po në... E ka një rastin edhe e ka pos shpinafër spitalit edhe varë direkt. Do më thonë, asë stafi mjekësor, asë bashkëshortit nuk të kanë tregu? Bashkëshorti jam veç sukon mirë për më këshyrë. Direkt, mas një kohë varë. A të kujtohet reagimi jëtë në qatë moment? Kur të ka tregu shumë? Shumë... E kom pas infuzionet vënd, në kom ditë shumë reagu, veç e kom njësë të kuajt shumë. Se dhe kom pas shumë në rrëth vetët shumë njerës familjarët mi. Se mama jem u konë, kam një që unë im kontura në koma, nuk ka mujtë një tjerë në momenti që unë im shku në shpi, nuk ka mujtë me më tregu dhe të fëmeja. Më thënë edhe jeta jem u konë në rëzik. Kush kanë qenë njerëz që të kanë mbështetë dhe cila është gjendja jote sot? A ke kërku trajtim prej profesionistëve ose a përdor diçka për me u qetësu? Jo, nuk përdori për momentin, po familjen teme kom pas gjithmonë krah, dhe kom pas edhe familjen e burrit shumë. Kanë ardhur ankas prej familja vllaznit të burrit, kanë ardhur ankas për mu për gjendjen teme. Edhe po s'kum dosh me lonë me bo diçka ma shumë se në konë gjendje gjithçka me bo. Kur tëm gjithçka me bo, dhe më thonë mjeku veç jam o terapi nuk jam të përdor. Jam vetëm puna e varave, jam të përdor kështu normal, s'jam të përdor diçka. A ka pas edhe fjalë gjykuse tjera prej shoqënisë mbas këtij rasti? Qysh trajtohet një kru kur e kalon këtë fazë prej shoqënisë? Unë kom pas për shoqënisë teme? Jo, shoqënisë tonë në përgjithësi. Nuk e di. Gjithmonë janë disa janë tut që unë kam më folë. Edhe jo se nuk bëj më folë se unë e bona për spitale, që shti dhe më folë. Edhe mundën me s'mina trajtu mas në mirë nëse bëhem nevojshëm për spital. Po unë e kom gjetë arsyeën edhe du me lind me një privat, me një nëse është mundësia për Zotit më së du me lind me një spital privat, se du mi pas kujdesi ma shtunë, se tash veç në ndodhe jemi. Për du pak më konë ma në kujdes. A ke shku të vendi ku është Voroz Beba? A të ka ndërku? Bashkëshorti po. Njëherë. Edhe ku më ngullë komë se nuk ka dosht se s'jam mirë. Ti si e mirë, moj? Më mëna për hatër të familjes pak, po kur mbyll në ndeti nuk jam. Kam dëgju disa herë që gratë dinë edhe qështu mu trajtu kur shkojnë me linë se bohet edhe një ose për qef ki vendosë mi bo se i kanë pak ma të rona fjalit. Kam dëgju shpesh prej grave të ndryshme sa ndikojnë këto gjykime në procesin e lindjes doktoresh, këto fjalë ose trajtimi, se
Konsiderojmë që se cili rast është unik në veti edhe nuk bën mu barazu me një gru tjetër ndoshta para meje që këtë proces e ka kalu shumë ma lehtë. Pikërisht, domethënë, secili pacient është i veçantë, edhe kujdesi që i ofrohet varësisht për rrethonave është i veçantë për individin. Natyrisht duhet me pas shumë kujdes çka flitet në çato momente. Nuk arsitohet, po mendoj, nëse janë thonë fjalë të tilla, nuk arsitohet në asnjë mënyrë për faktin se nuk ka arsye me thonë gjëra të tilla. Normalisht ne planifikojmë fëmijë dhe dojmë me pas fëmijë, edhe procesi nuk është i lehtë, mundet me pas komplikime, mundet me pas ndërdikime, rrezikohet jeta e frytit, rrezikohet jeta e nanës. Tash kishin ideale nëse kishin mujt mjek me shpëtu edhe nanën edhe frytin, po nëse nuk munden, mendoj që nuk arsitohet që me thonë që bën fëmijë tjerë, për faktin se që tash lidhja emocionale krijohet prej momentit kur femra e kupton që është atë zonë. Edhe normalisht na kritikemi shpresa gjithmonë që ka me shku gjithçka në rregull dhe kemi mas 9 muajve me majt fëmijën në dorë. Megjithatë, unë mendoj që ndoshta në çet fazë ishe dashur me u këshillu me dikon, nuk e kuptova, ki bisedu me dikon, ki nevojë për përkraje shumë, se është shumë rishtas edhe plakt janë hala të hapuna, domethënë për çato përjetime që ki pas. Atë ka shku me bisedu me dikon, mendoj që nuk duhesh me ushit efort para tjerëve, mi kur sy tjerët, duhesh me menu pak për gjendjen tonë emocionale. Jo, nuk më pas kontakt me dikon. Se kur ndodhin gjëra të tilla, domethënë kur e humbim personin e dashur, sidomos fëmijën, normal që kemi me kalu në për procesin e pikëllimit. Mirë, po në rastin konkret nuk është procesi thjesht i pikëllimit. Domethënë tash kemi të bëjmë me një ngjarje traumatike, e cila duhet përpunohet, edhe duhet mendoj që ki nevojë për ndihmë profesionale, për shkak se ngarkesa është shumë e madhe. Domethënë brenda teje ka shumë emocione tash, edhe ka ndodhur diçka që ti se ki prit, se sipas definicionit ngjarje traumatike e konsiderojmë një ngjarje që na nuk presim me na ndodhë në jetë. Edhe kur na ndodh një të pa ndihmë, të pa aftë me ndërmarr diçka, me parandalu diçka. Edhe kjo mundet me të përcjell një kohë gjatë, prandaj është me rëndësi sa më herët me intervenu. Nuk të ka sugjeru kërkush prej familjarëve tu? Po, ama unë njëherë nuk më konë në gjendjes më fort, unë që që ka më bua dhe ma keq që din të shprej, sa herë t'je spjegoj dikuj që rastin tam, unë vetëm shumë ma keq që një emocionalisht. Ndryshë është kur flet me profesionistin. Mendoj që me njerëz tjerë, se tash ndoshta edhe keni mysafir, vinë shpesh, bojnë pyetje, realisht nuk ish dasht me bo pyetje për çdo përjetime që i ki pas. Sot e ke gjithë këtu me ardhë vetë, me ndodh dhimbjen tënde, me shikuese e emisionit, mirë po është ritraumatizim kur ti dush me ju tregu njerëzve tjerë, po ndryshë është biseda me profesionistin. Për shkak se profesionisti nuk ka nevojë me hi me njëherë në ngjarjen e rëndë, mundet me të përgadit njëherë pak me të fuqizu, e mane gradualisht mundesh me kalu në përjetimet që i ki pas. Familjarët përkrajnë është e vërtet, po ndryshë është qasja e familjarit ose shokut e shoqes, ndryshë është qasja e profesionistit. Çka kishe dashur me ndodh sot? Çka të bën ty mundi rahat në krejt këtë histori sot? Nështë pak që më shprej që dikush tjetër mos më prejtu sa në që një këmë prejtu. Nuk kam qef që një të spital, më ndodhë njës pas njës mund të stema, dita për me stema, nuk të më ndodhë. Veç për të kujdes, ma plot. Çka t'jep forcë me vazhdu? Që ka më bu. Edhe unë besoj shumë që ki mu bo nane shumë fëmive,
faleminderit që erdhe me ju jap forcë edhe shumë nanave tjera, ndoshta që kanë përjetu njëjtë si ti, ose me pas kujdes edhe te kush mu trajtu. Edhe me reagu kur është që diçka s'është në rregull. Faleminderit edhe juve. Paq fat. Uroj me të pas herën tjetër për lajmin e mirë. Faleminderit gjithçka. Shumë faleminderit, doktorësh, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve që ndotën ngjoren me neve dhe me gjithë shikust. Edhe tu ndërlidh me ato që thema herët që ndoshta ka raste kur fliten fjalë që nuk ish dashur me fol, ndoshta është një mësim për profesionistët shëndetësor. Në përgjithësi në çdo lami, jo vetëm në lamin që u përmend, që me pas kujdes për mënyrën se si qasen një personi, për shkak se edhe fjala vret. Populli thot fjala vret edhe me të drejtë thonë. Kështu që ma shumë përkrahje edhe emocionale, se nuk është e lehtë për kërkon me pas çfarëdo lloj intervenimi ose në momentin kur na shkojmë te profesionisti na presim më të mirën edhe shpresojmë që kemi zgjedhë më të mirën, edhe shpresojmë që gjithçka ka më shku në rregull. Komplikimet janë gjithmonë të mundshme, megjithatë qasja duhet me qenë shumë humane. Edhe unë kisha pas qef për gjithë stafin mjekësor, të gjitha ata mjekë që në çfarëdo kohe trokasim në dyrët e juja, fjala juaj ka shumë rëndësi për ne, por edhe nëse atë ditë zbëhet dikur do të kemi kohë t'i flasim edhe me emra dhe sot të gjitha dyrët i kemi të hapuna për ankesa, por mbi gjitha betimin që e jepni kur vendosni me zgjedh këtë profesion, kur mos e harroni, aty kur vim ju për neve jeni gjithçka. Ndaj bëni kujdes me fjalë edhe jepni trajtimin që jeni betu. Shihemi në edicionin tjetër të Mes 4 mureve unë dhe ti.